Në një raport publikuar sot, grupi ndërkombëtar i krizave u propozon palëve Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen në diskutime thelbësore për çështjen e veriut. Përfaqësuesi i këtij grupi në Prishtinë, Naim Rashiti, i tha në një intervistë korespondentit ton Besim Abazi se palët duhet punojnë për transformimin e strukturave ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon vetë qeverisës që i përshtatet rendit juridik të Prishtinës. Zoti Rashiti, në ditën e sotme kur po vazhdojnë bisedimet, përkatësisht raundiri i bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, ju keni nxjerrë një raport lidhur me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve në pika të shkurtra. Çfarë në fakt përmban raporti? Raportin shumë qartë thotë që nuk ka më kohë dhe duhet fokusohet në çështjen e institucioneve në veri. Ato institucione duhet në shumicën e tyre të transformohen në një jurisdiksionin e Kosovës dhe një pjesë e tyre të shkëputen. Pra, më pak të flitet për largim të institucioneve, edhe pse atyre disa nga ato institucionet sigurisht duhet të largohen dhe më shumë flitet për transformim. Një e dyta, të rregullohet marrëdhënia e bashkëpunimit ndërqeveritar mes dy qeverive dhe e treta që Kosova të marrë atribute pak më shumë në aspektin ndërkombëtar, siç është sidomos në organizatat rajonale, Këshilli i Evropës dhe të tjera. Zoti Rashiti, në bazë të kësaj, cilat do të ishin autorizimet, nëse mund të them, ose çfarë mund të ishte autoriteti i Beogradit në veri? Jo, institucionet e veriut duhet të transformohen në ato që funksionojnë në jurisdiksionin e Kosovës. Këtu nuk ka dilemë. Komunat e reja apo zgjerimi artisarit, implementimi i fleksibil i artisarit, siç e themi ne, duke krijuar një këshill rajonal që mirret me çështjet në kuadër të kompetencave të veriut të komunave, do të operoj në kuadër të jurisdiksionit të Kosovës. Ajo që mund të lihet hapësirë më të madhe sërbëve të veriut të kenë një bashkëpunim jo shumë të diktuar nga Prishtina me Beogradin. Artisari kërkon që çdo marrëveshje mes sërbëve të Kosovës dhe Serbisë të aprovohet paraprakisht nga Ministria e Pushtetit Lokal. Mund të kemi një fleksibilitet sa i përket funksionimit rrjedhës së parave nga Serbia në Kosovë për sërbët e Kosovës dhe marrëdhënie bashkëpunimi direkt mes Beogradit në kuadër kompetencave të tyre. Ajo që është më rëndësi është thuhet që situata megjithatë është e tensionuar dhe ka rrezik që tensionohet. Prandaj kërkohet një durim dhe një fleksibilitet në implementimin e marrëveshjeve që do të arrihen. Por rezultati final është shumë i qartë. Dhe cili do të jetë rezultati final? Rezultati final i kësaj faze, në sa i përket struktura institucioneve në veri, është transformimi e tyre në kuadër të jurisdiksionit të Kosovës, duke i dhënë nga edhe një lloj fuqie për të ndikuar në emërimet e zyrtarëve të lartë, sidomos të atyre të institucionit të rëndë dhe ligjit, pa këputur apo penguar vijën komanduese të tyre me Prishtinën. Kjo është primare këtë fazë. Rezultati i dytë duhet të jetë një bashkëpunim më i theksuar ndërfuqisor mes Kosovës dhe Serbisë, dhe rezultati dhe i treti, që megjithëse nuk do të jetë për këtë fazë, por fazë më të vonshme është arritja atributeve ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Raporti juaj sikur kërkon një farë dalje nga pakoja e Ahtisarit. Dalja jashtë kësaj pakoja nuk ka rrezik që ta përmbysë tërësisht atë? Jo, ajo që është vërejtur edhe me platformën serbe, po edhe gjatë intervistave është që serbët kanë shumë të vështirë të gjejnë kompetenca më shumë për këto komuna ose komunat me shumicë serbe përtej atyre të Ahtisarit, sepse në masën më të madhe gjitha kompetencat janë përfshirë në Ahtisarit. Riformulimi, rimodelimi i Ahtisarit, Ahtisari lejon edhe krijimin e asociacionit komunave, i cili si asociacion mund të emërojë një këshill, qoftë për gjitha komunat serbe, qoftë për një rajon të caktuar. Prandaj ky këshill mund të marrë disa nga kompetencat që të rregullojë jetën e serbëve në veri në kuadër të fushave të cilat i mbulojnë. Dhe ky këshill mund të ketë fuqi shtesë eventualisht për kompetencat me të cilat nëse Beogradi dhe Prishtina arrin të tjera të pajtohen. Në veçanti ajo që mund të jetë shembull është që ky këshill të menaxhojë ose të jetë pjesë e menaxhimit të financimit nga ana e Serbisë, të ketë një liri në menaxhimin e financimit për fushat të cilat i mbulon. Dhe dy, që të themi shembull, ne kemi gjetur një formulë që ky këshill
të nominojë një kandidat për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i cili do të votohet në parlament, dhe si institucion Këshilli Gjyqësor i Kosovës të bëjë emërimin e gjykatësve të serbë edhe gjykatësve prokurorit të ri serb nga Veriu. Zoti Rashiti, Beogradi kërkon autonomi për serbët në veriun e Kosovës, ndërka që Prishtina thotë se është e gatshme të ofrojë vetëm atë që është brenda Pakos Ahtisarit. Sipas jush në fakt, cila është zgjidhja për atë zonë? Zgjidhja duhet gjendet në kuadër të një implementimi fleksibil të Ahtisarit, eventualisht ndonjë kompetencë të caktuar në kuadër të marrëveshjeve që mund të arrihen mes Prishtinës dhe Beogradit në këtë fazë. Veriu, transformimi institucion në veri në kuadër të një implementimi fleksibil të Ahtisarit do të jetë mjaft i gjerë sa i përket fushave të veprimit të komunitetit të serb atje. Serbia, për të marrë parasysh kërkesat e Serbisë për autonomi apo një rajon të zgjedhur, me autoritet të zgjedhura për veriun, duhet gjithsesi të jetë e bashkangjitur edhe paketa për njojën e Kosovës. Përndryshe, Prishtina është shumë rezistente ndaj kësaj platforme, po edhe faktorët ndërkombëtar e ka pritur me shumë skepticizëm, sepse mungon pjesa ku flet për normalizim plot marrëdhënieve dhe definim të një politike të re ndaj Kosovës. Zoti Rashiti, faleminderit shumë. Kënaqësi.